Kandidatja e Partisë Socialiste në zgjedhjet e 9 nëntorit, Bruna Mersini, u ndal në një takim në Sherisht, gjatë të cilit theksoi rëndësinë e konsiderimit të zonave përreth Vlorës si pjesë të qytetit dhe nevojën për t'i pajisur me infrastrukturë bazë. Sipas saj, prioritet kryesor mbetet përmirësimi i rrugëve, i cili duhet të shoqërohet me shtrimin e linjave të kanalizimeve dhe ujësjellësit. Është shumë kënaqësi që ulem midis njerëzve që janë njerëzit e qytetit Vlorës, Sherita Shlagje Vlorës. Pesha e çdo dite do të jetë peshë një mandati të gjatë për mua, se edhe nëse nuk i bëj gjërat për 2026-ën, po do vi do të them që nuk e bëra 2026-ën, por puna e parë do bëjmë 2027-ën është planifikuar kjo. Do të filloj puna të bëj projektin rruga, se pa u bërë projekti, nuk ka se si bëhet rruga. Pa filluar ai projekti duhet marrim në analizë kanalizimet 1, ujësjellësin 2, që mos të shtrojmë asfaltin, të hapim rrugën pastaj. Mendoj që ne së bashku duhet të nisim dialog. Ashtu siç e kërkuat të dialogun me mua sot, do ta kërkoni vazhdimisht. Me besim të plot në kandidaturën e Mersinit, u shpreh dhe deputeti Vullnet Sinaj. Bruna është kandidate për kryetare bashkie dhe ma përforcon besimin që do t'i përgjihemi qishbardhës për ato kërkesa që ka. Më bëhet qefi që ngrini probleme, sepse Bruna ka qenë prezent kur kam kërkuar që një nën kryetari i bashkisë Vlorës duhet të merret me fshatin. Që të di që është toka, të di që është kanali Vaditës, të di që është rezervuari, të di se që është rruga, të di se që është blektoria. Është një përgjegjësi politike e jona që t'ju përgjigjemi njerëz. Bruna është një njeri aktiv, një njeri me energji, një njeri me dëshirë, do vi këtu në Qishbardhë, si do shkojnë në çdo fshat për t'i parë problemet nga afër, që t'i preki nga afër problemet vet, dhe unë kam një bindje që është shumë e zonja për t'i vënë njerëzit në punë. Për banorët e zonës, Mersini përfaqëson shpresën për zhvillimin e lagjeve rurale të Vlorës. Kemi dëshirën, edhe besimin shumë të madh që ju do t'jeni ajo që do të bëni edhe për këtë komunitet. Mendojmë që prova e fundit për këtë komunitet do t'jetë kryetarja e bashkisë me emrin Bruna Mersini. Me vizion dhe angazhim të vazhdueshëm, Bruna Mersini synon që çdo lagje përfshirë Sherishtën të ndihet pjesë e qytetit dhe të ndërtohet një ardhmë më e mirë për të gjithë komunitetin.